Përshëndetje miq, po vazhdoj me shpjegimin e njërës prej ngjarjeve më të mëdha të cilat kanë ndodhur në historinë e Turqisë. Fjala është natyrisht për Ekrem İmamoğlu dhe për jetën mafioz, kriminal dhe terrorist që ishte krijuar dhe po vepronte në Stamboll dhe gjithandej nëpër Turqi. Pa bërë ndonjë hyrje të stërzgjatur, sepse edhe ashtu nuk po na lejon minutazha, po për të ju me i dëgjue videot pak më gjata, në 20 minuta nuk po di se si spjegohet një ngjarje, unë këtu po e filloj me njëherë. Dëgjoni me vëmendje. Disa orë pas vendimit të Universitetit Stambollit për t'ja marrë diplomën kryetarit të Bashkisë së Stambollit, Ekrem İmamoğlu, arrestimi i tij në orët e hershme të mëngjesit të 19 marsit, do të thotë para 3 dite, është ngjarja e dytë më e madhja që ngjalli polemika të gjera politike popullore, mbas edhe tronditi publikun brenda Turqisë dhe ata të cilët e njohin dhe merren me çështjet e Turqisë jashtë kufive të saj. İmamoğlu, që ta keni të qartë, miq, të respektuar, İmamoğlu, po e them këtë duke nënvizuar përfundi, İmamoğlu nuk është i vetmi që është arrestuar. Është edhe një listë e të arrestuarve me 106 emra, kryesisht birokrat të afërt me Ekrem İmamoğlu, si kryetari i komunës së Shishli të Stambollit, pastaj nën kryetari i Partisë së Mirë në Stamboll, biznesmen, afarist, tregtar dhe njerëz me ndikim në jetën sociale. Shumë prej të arrestuarve kanë arrit të kapen teksa po përpiqeshin të largohen nga Turqia me miliona e miliona lira e dollar nëpër çantat e tyre. Megjithatë, pati edhe disa të tjerë nga kjo turmë e njerëzve që arritën të ikin jashtë vendi e sidomos në Greqi. Disa që kanë njete të këqija ndaj Turqisë dhe disa të tjerë që nuk kanë haber në lidhje me Turqinë dhe me atë që ndodh mbi baza ditore në një vend që po prosperon të jetë vend me ndikim, jo vetëm në politikat rajonale dhe botnore, që të dyja këto kategori, arrestimet e fundit i pan dhe po i shpjegojnë si një përpjekje e qeverisë dhe e presidentit Recep Tayyip Erdogan për të parandaluar Ekrem İmamoğlu'n të kandidoj për president të Turqisë. E vërteta është se fjala është për një nga krimet më të mëdha të korrupsionit në historinë e Turqisë dhe, për fat të keq, të mbështetjes së rrjeteve terroriste në Turqi. Hajde analiste, gazetare, njerëz të rëndëm, por fjalë muhalife, më lejoni ti konsideroj të tilla, dolën dhe u shkruan edhe nga njëri prej njerëzve më me ndikim në politikën e Shqipërisë, një ish president i cili kishte shkruar se arrestimi i Ekrem İmamoğlu është përpjekje e Turqisë për ta lënë vendin pa opozit, bile kishte thënë se Ekrem İmamoğlu është lideri i opozitës në Turqi, që nuk është e vërtet. Ekrem İmamoğlu është kryetar i Bashkisë së Stambollit, bile është njeri i cili amputohet brenda GHP-s dhe në fillet e veta nuk ka pas asgjë të përbashkët me GHP-n. Është mirë që
të ruhemi nga deklaratat e tilla, nga analizat e tilla, dhe është mirë që ne si lexues dhe qytetar të mos bijem pre e deklaratave, analizave, shkrimeve, intervistave, emisioneve të cilat me dashje apo pa dashje kanë për synim për nxirjen e imazhit të politikës turke. Pse quhet dhe pse po e quaj në fakt një prej akteve veprimtarive më të mëdha kriminale në historinë e Turqisë, sepse kemi të bëjmë me një shumë e vlerësuar afër 600 miliard lira të korruptuara, e po shkruhet se kjo shumë mund të dyfishohet, sepse deri tani faktet dhe letrat po na flasin për 570 miliard, por për gjatë hetuesisë, për gjatë marrjes në pyetje, po shkruhet se njerëzit të cilët tani më janë arrestuar do të qesin në shesh edhe faktet të tjera për të cilat ka dyshime të bazuara nga ana e prokurorisë. Pra, nuk kemi të bëjmë me një rivalitet politik midis Erdogan dhe Ekrem Imamoglu, sepse tek e fundit zgjedhjet presidenciale janë në tetor, nëse nuk gabohem, në tetor të vitit 2028, pra edhe 3 vjet e gjys, por kemi të bëjmë me një rrjet kriminal ekonomik i cili për çudin time të pabesueshme shkon deri atje sa zhvillon aktivitete dhe kooperime edhe me njerëz dhe lëvizje terroriste të PKK-s, të cilat po përgatiteshin të lëkundin në themel rendin kushtetues të Turqisë dhe shtetin e Turqisë më saktësi. Si dolin shesh kjo punë? Si u zbulua? Natyrisht, hetuesia ka mujt ose organet kompetente të Turqisë kanë mujt të kenë filluar që nga viti 2014, kur fillojnë të dalin zëra mbi atë se çfarë po ndodh brenda GHP-s, por në mars të vitit 2024 zbulohet një video, del në shesh një video, ku shihet aty një grup njerëzish, në atë që më vonë zbulohet se ajo video ishte incizim me leje të hetuesisë dhe prokurorisë së Stambollit, dhe në atë video shihen njerëz me çanta të ndryshme, të mallësive të ndryshme, duke ardhur në zyren e Ekrem Imamoglu's në ndërtesën e bashkisë së Stambollit dhe duke i nxjerr ato para dhe duke i numëruar. Nuk ishte vështirë të identifikohen ato ftyra se kushin ata, por ajo çka është më së interesante është se njeriu i cili po i numëronte parat me atë makinën elektronike ishte Fatih Kılıç, i ashtu quajturi kutia e zezë e kryetarit të Stambollit dhe më i besuari i tij, më i afërmi i Ekrem Imamoglu's, derisa ky Imamoglu ishte edhe kryetar i komunës së Beylikdüzü. E ka marrë me veti kutin e zezë për t'ia kryer punët e tij kriminale edhe pasivie për kryetar të bashkisë Stambollit. Ironikisht, teksa po flasim për atë video, ironikisht po them sërish, personi që e poston këtë video nuk ishte i lidhur as me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim AKP e as njeri i afërt i Erdogan, por ishte kryetari i degës së rinisë së GHP-s në provincën e Mushit. Fjala është për Erkan Çakır. Njëjtë kështu, edhe personi tjetër i cili e qet në shesh
çështjen e diplomës së falsifikuar universitare të Ekrem Imamollës nuk ishte dhe nuk është njeri brenda rrethit të AKP-s, por njeri brenda GHP-s, i cili për larje hesapesh, për xhelozi apo nuk e di për çfarë, e qet në shesh problemin e falsifikimit të diplomës së Ekrem Imamollu dhe të 27 të tjerëve. Ekrem Imamollu më pastaj hyhen këto hetimet e pas kësh nisur fakultetin me që dështon t'i fitoj ato poenat e mjaftueshme në provimin paraprak për të regjistruar në Universitetet e Turqisë, dështon nuk arrin, shkon dhe regjistrohet në një ta quaj si universitet në Çipër, pastaj atje i kryen provimet thuajse pa shku fare, pastaj diplomën e merr nga Universiteti i Istanbulit dhe me atë diplom e nis rrugtimin e tij në biznes dhe në politik. Do me thonë, një diplom nga një universitet me një zyre A2, i cili nuk njihet, nuk i bëhet denkliku, apo nuk njihet nga Turqia dhe ngjashëm edhe me shumë universitete të tjera në përbot, të cilat hapen me fjalën universitet, e ka një zyre A2, sikur në Kairo, në të cilën kanë studiuar dhe kanë diplomuar edhe disa shqiptar tanë këtu nga Kosova. Si do që të jetë, për mos me dal jashtë teme, ky Ahmet Çakëri, kryetari i degës së rinisë së HDP-s në Mosh, thot se parat në video, parat të cilat paraqiten dhe shihen në video, vinë nga pronarët e kompanive të ndërtimit që kishin fituar tenderet nga Bashkia e Stambollit dhe se tani duhet të vinin parat si pages e kontratave gojore të paraprake të jashtëligjshme, se po ta jap tenderin, por që ka shpara do është me prue kesh. Do me thonë një rishfet dhe një veprimtari kriminale e jashtëligjshme. Që nga ai moment kur shihet kjo, fillon hetimi dit pas dite duke u shtri dhe kështu operacioni zgjerohet gradualisht deri në atë mas sa mirret vendimi për arrestimin e njerëzve të afërt të Imamollu dhe të antarëve të tjerë të Partisë Popullore Republikane të GHP-s. Veçanërisht duhet theksuar se ndër të parët arrestohet kryetari i një komune me ndikim dhe me rëndësi në Stamboll, saktësisht fjala është për Riza Akpollatin. Shkurtin e kaluar, vazhdojmë tutje, krye bashkiaku ose kryetari i komunës së Bajkoz në Stamboll, Alatin Kosler dhe të tjerë arrestohen gjithashtu me akuzën e manipulimit dhe dhënies së ndihmës për organizata kriminale në juglindje të Turqisë. Fjala është për PKK-n. Përtej kësaj, tetorin e kaluar, arrestohet gjithashtu edhe kryetari i komunës së Esenjurt të Stambollit, Ahmet Özer, mbajeni mend këtë emër, Ahmet Özer, të cilin Imamollu po e mbështiste për të zgjedhur kryetar i GHP-s si kundërkandidat i Kemal Kılıçdaroğlu. Dihet, e dini ndoshta, se marrëdhëniet e Ekrem Imamollu me Kemal Kılıçdaroğlu kanë qenë të ftohura deri në përmasa lirisht thuaj jo opozitare, po armiqësore. Dhe Ekrem Imamollu është faktori kryesor që e rrezon nga pozita e kryetarit të GHP-s Kemal Kılıçdaroğlu. Pra, Ekrem Imamollu e mbështet Ahmet Özerin, të sapo arrestuarin, për kryetar të GHP-s, por në një moment
e ndalën mbështetjen e tij, vazhdon puna tjera ka duke mbështetur dikë tjetër, përse ndalohet si rezultat i një konsenzusi urban që bëhet midis Ekrem Imamoglu dhe elementeve terroriste kurde, të cilat po infiltroheshin dal nga dal në zyre të ndjeshme të Bashkisë së Stambollit dhe nëpër institucione të tjera të Stambollit. Çka është konsensus urban? Në një nga videot e kaluar e përmenda shkurtimisht. Konsensusi urban është një koncept që e ka origjinën tek Partia për Demokraci Popullore dhe Barazi DEM, e cila në dhjetor të vitit 2023 propozon që të futen në listat e GHP-s njerëz kurdët me predispozita të PKK-s, njerëz të afërt dhe mbështetës të Abdullah Öcalanit, nëse GHP-ja apo nëse Ekrem Imamoglu vërtet dëshiron të fitoj votat. Ama kjo nuk do të jetë falas. Më pastaj Ekrem Imamoglu dhe njerëzit e tij të afërt brenda GHP-s do ta mbështesin Demin dhe kandidatët e Demit nëpër komuna të tjera të bëjnë koalicione me GHP-n apo me partitë të cilat kanë interes për të fituar votat. Demi sot si parti kurde në parlamentin e Turqisë i ka 61 ulse. Për me kuptua dhe më mirë, më lejoni, thellësin e problemit të këtij kriminaliteti, 2 minuta nëse arrit ta them, ta shpjegoj çfarë është Demi. Dem ose Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, shkurtesa DEM, DEM, është strumullari, apo strajca, apo kazani, në të cilën janë shkrije ish partit e dikurshme kurde, e sidomos ato, edhe një po them, me predispozita të mbështetjes së pakusht të aktiviteteve të PKK-s brenda Turqisë dhe Turqisë. Këto elemente brenda këtyre partive kurde armiqësore për shtetin e Turqisë janë personat të cilët kanë punuar më së shumti në Suedi, në Norvegji, në Finland, në përvende të tjera për diskreditimin e imazhit dhe personalitetit të shtetësisë turke. Këta njerëz pastaj me kalimin e kohës fillojnë të shkrihen në për parti të ndryshme, duke ndryshuar edhe emra dhe pozicione dhe kështu ardhje deri te Demi. Pra, Demi është partia në të cilën janë shkri njerëzit e dikurshëm të Partisë Demokrasi Partisi DEP, Özgürlük ve Demokrasi Partisi ÖZDEP, Halkın Demokrasi Partisi HADEP, ata të cilët e kanë lexuar Turqin dhe politikën turqe ju kujtohet HADEP-i i Abdullah Öcalan. Krejt këta njerëz i ka pas në kontroll Abdullah Öcalani. Dhe krejt këta njerëz dhe këto parti të cilat i lexova dhe të cilat do t'i lexoj edhe një 4-5 më pastaj, janë krijuar me dirigjiva, rekomandime dhe urdhresa të Abdullah Öcalan dhe janë monitoruar nga Abdullah Öcalan, i cili tani ende mbahet në burg. Përveç HADEP-it, në DEP është edhe Demokratik Halk Partisi DEHAP, pastaj Demokratik Toplum Partisi DTP, pastaj Barış ve Demokrasi Partisi BDP, pastaj Halkların Demokratik Partisi HDP, pastaj Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi YSP dhe të tjera të cilat, siç thash, shkrihen në DEP. Çush doli në shesh dhe pse u zbuluan disa sende, kjo është një analizë e imja tash. Mos të them konspiracion, po lexim i pasrreshtave apo mesrreshtave. Ka një vjet që Devlet Bahçeli dhe Recep Tayyip Erdoğan janë duke punuar që ta bindin Abdullah Öcalanin që ti urdhron
PKK-n të lëshoj armët dhe t'i kthehet jetës normale. Me një fjalë, jemi pak ditë para një marrëveshje të mundshme midis MHP-s, Partisë Nacionaliste Turke, e udhëhequr nga Devlet Bahçeliu dhe Öcalanit. Do të lirohet nga burgu, do të falen disa nga PKK-ja, me kusht që ti thot PKK-s t'i lëshojnë armët. Une e ndjej këtë një farë se me që përshkohet drejt afrimit të Öcalanit dhe të partive të ndaluara me ligj për gjatë 30 viteve të kaluara në Turqi me shtetin apo politikën aktuale turke, mund të kendal njerëz, pra po them, mendim analize imja, leximi pas rreshtave, meta rreshtave, mund të kendal njerëz nga vetë kurdët të cilët e kanë informuar hetuesin, prokurorin, shtetin e Turqisë mbi gjithë atë që është duke ndodhur në Stamboll, më saktësisht në bashkinë e Stambollit, rrjet në kokën e të cilët qëndronte Ekrem İmamoğlu dhe i cili sipas hetimeve të deritanishme është zbuluar dhe vërtetuar se ka përfituar diçka afër 500 miliard lira turke. Ekrem İmamoğlu nëpërmes kompanive të cilat janë në pronësi të tij dhe nëpërmes kompanive në të cilat Ekrem İmamoğlu është aksionar. Sido që të jetë. Duke i lezuar të gjitha këto, shihet se përgjatë zhvillimeve të hetuesisë në lidhje me sigurinë kombëtare dhe nacionale të Turqisë, del në shesh se Ekrem İmamoğlu e ka shfrytzuar ombrellën, ta quaj ombrellë dem, në të cilën janë partitë kurde dhe elementet e PKK-s kurde, për të krijuar një aleancë të nevojshme me këto organizata terroriste, me këta terroristë dhe me disa antarë të tjerë brenda GHP-s, të cilët ishin infiltruar në GHP para zgjedhjeve të vitit 2023 dhe me infiltrimin e tyre dhe me marrëveshjen të cilën e bën Demi me GHP-n, fiton Ekrem İmamoğlu në zgjedhjet e para e mund Binali Yıldırım'ın, një ftyrë influentive dhe me pesh brenda AKP-s dhe në traditën politike të Turqisë dhe e mund pastaj edhe në mandatin e tyre e dytë ish-ministrin e AKP-s Kurum në zgjedhjet e dyta. Pra, elemente kurde antarsohen në GHP për të ndihmuar Ekrem İmamoğlu'n dhe ky i fundit me njerëzit e GHP-s pastaj të mbështesin dhe mbase të financojnë organizimet e ndryshme të aktiviteteve terroriste të PKK-s. Sido që të jetë, hetuesit përgjatë kësaj periudhe, prej vitit 2024, zbulojnë gjithashtu se strukturat e krijuara brenda bashkisë së Stambollit shkojnë përtej kriminaliteteve ekonomike dhe këtyre organizimeve me partitë të ndaluara turke, kurde. Vërtetohet se po bëheshin përpjekje për një akt makabër më i rënd se ai i vitit 2016 kur FETÖ bën përpjekjen për grushtet kundër në Turqi. Dhe këto pastaj fillojnë dyshimet rreth shumave marramense, miliarda dollarëve të cilat vinë për konto të bashkisë së Stambollit, në bankat me të cilat ka bashkëpunuar Ekrem İmamoğlu, kompanitë e tij, kompanitë aksionare të tij, dhe shtohet dyshimi se a thua pas kësaj që ka ndodhur deri më tani,
a mund të jenë të inkorporuar edhe shtete të cilave u pengon zhvillimi i hapshëm i tanishëm i Turqisë. Thjesht po dyshohet në Izraelin, po dyshohet në Sorosin, po dyshohet në elementet të tjera, mbas edhe ruse, edhe kineze, edhe iraniane. Thjesht po dyshohet se shuma marramendse e parave që kanë ardhur në Turqi prej nga kanë ardhur ato. Është duke u hulumtuar dhe Ekrem İmamoğlu dhe 96 të tjerë në këto momente, përderisa ne po flasim, janë duke u marrë edhe më tutje në pyetje. Si erdhi puna tash për kandidimin për president? Çështja e presidentit që po përfolet se Erdogan tash po bën përpjekje për me ia thyje këmbët apo me ia pri rrugën Ekrem İmamoğlu's. Përderisa nisin hetimet ndaj veprimtarisë terroriste dhe kriminale të Ekrem İmamoğlu, arrestohen njerëz të ndryshëm, të cilët dal nga dal po i qitnin mbi tavolinë, ndoshta me lutje, ndoshta me mjetet të ndryshme të hetuesisë në dhomat e caktume brenda policisë, dhe kur e shohin se po ngushtohet laku dhe rrethi i këtyre aktiviteteve të GJP-s dhe Ekrem İmamoğlu's, e qesin në shesh idenë e shpalljes së kandidaturës së İmamoğlu për president dhe që ta bëjnë shtetin e Turqisë të mendoj 1000 herë para se ta burgosin atë. Sepse po të burgosej, do të kumton të lajmi se Erdogan po i demolon, po i shkatron, po i pengon rivalet e tij politik. Këtë që e thashon, nuk është ndonjë zbolim i ujit të nxehtë nga unë, por është atë që e kam dëgjuar me vesh nga deputeti i partisë së GJP-s, Sezgin Tanrıkulu, para 3-4 dite, i cili në një paraqitje televizive tha tekstualisht: ne ishim të vetëdijshëm paraprakisht për hetimet e korrupsionit dhe terrorizmit që kishin në shënjesër Ekrem İmamoğlu, kështu që, vazhdon deklarata e tij, ne projektuam zgjedhjet paraprake presidenciale brenda partisë për ta liruar dhe ruajtur atë nga këto hetime. Në ndërkohë, edhe krye bashkiaku i Ankaras, Mensur Yavash, me sa duket, e kupton peshën e zgjedhjeve paraprake dhe nuk pranon që ai të kandidoj duke i lënë hapësirë Ekrem İmamoğlu's të jetë kandidati i vetëm, sepse Mensur Yavash shumë herë më parë pati deklaruar se ai do të jetë pjesë e kandidaturës për president. Ekrem İmamoğlu, edhe këtë dua ta them, para se ta përfundoj, Ekrem İmamoğlu i përngjegjshëm në zhvillimin e tij historik Erdogan. Një jetëgjatësi bajagit gat, por dallimi midis tyre, lëvizjet midis tyre nga këto atje krimi partive është i ngjashëm, por dallimi është se Ekrem İmamoğlu pas një përvoje të gjatë politike përfundon prapa grillave dhe arrestohet, ndërsa presidenti Erdogan, duke lëvizur nga një parti e tjetra, nga Milli Görüş, pastaj si nxënës i profesorit Necmettin Erbakan, përfundon në koltukën e presidentes turke. Humbja e Binali Yıldırım, humbja e Murat Kurum në dy zgjedhjet e Bashkisë së Stambollit janë rezultat i bashkëveprimit kriminal të cilën Ekrem İmamoğlu dhe elementet të tjera të GJP-s e bëjnë me struktura kriminale të PKK-s dhe të partive të shura të ndaluara kurde përgjatë 30 vjetëve të fundit. Thuhet se Ekrem İmamoğlu 1 milion vota i merr vetëm nga kurdët e Stambollit si kusht natyrisht për t'i ndihmuar ata, siç thash në fillim të zgjedhjeve
në fillim të kësaj videoje. A ka shans që Turqia të përjetoj turbulenca si kur me rastin e parkut Gezi të vitit 2013? Unë them nuk mund të ketë. Për shkak se, e përmena shkurtimisht larg, sot angazhimi i semajtës kurde në një proces paqeje me qeverin do t'i detyroj kurdët që të kufizohen në pozicionet apo në fjalimet e tyre retorike kundër politikës së tanishme, sepse ata i kanë hallet e veta edhe si PKK, edhe si rehabilitim njëherë për gjithmonë i kurdëve në Turqi. Andaj, unë nuk pres se do të ketë ndonjë konfrontim serios të kurdëve, megjithëse që elemente mund të përzihen, të kurdëve në favor të mbrojtjes së Imamollu. Pavarësisht se ka tendenca edhe në shtetet evropiane, të cilat shtete dhe organizata, institucione brenda tyre, po e shohin me shqetësim këtë që po ndodh në Turqi, e disa prej tyre duke e klasifikuar si një luftë e Erdogan antidemokratike për parandalimin e Ekrem Imamoglu të vijë në presidencë të Turqisë, unë e shoh se Evropa më nuk e ka fuqinë e dikushme sa të ndikoj në rregullimin apo mirëmbajtjen apo ecurit ekonomike as më pak politike të Turqisë brenda Turqisë. Turqia e Evropa i ka problemet e veta me Donald Trump, me Amerikën, me Grenland, me Panalin e Kanamas, me Sirin, me Lindjen e Mesme, me Afrikën, ku Franca është detyruar të tërheqet thuajse nga të gjitha pozicionet që i dikur i ka pasën sikur bashkët babës në Afrikë, po e humb fuqien e vet edhe në Azi, po e humbe reputacionin dhe fuqinë ndikuese në politikën ndërkombëtare. Andaj unë mendoj se Evropa sot nuk e ka fuqinë që të ndikoj në rrjedhën politike apo në këtë proces tani që po lidhet me operacionet e hetuesisë dhe prokurorisë turke. Aq më shumë kur janë duke u bërë diskutime midis Turqisë dhe Evropës, Bashkimit Evropian, që Turqia të përfshihet në sistemin e ri të sigurisë për të mbështetur Ukraina. Sistem i ri i sigurisë i imponuar nga Amerika, nga Donald Trump. Merreni ju në tokën tuaj me problemet e tuaja. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pohuar haptas, e thash në videon e djeshme, se fushata e arrestimit në Turqi është çështje e brendshme turke, që dënë të thëtë se karta e presionit të jashtëm edhe nga SBA është e zbehur skajshmërisht. Dhe si përfundim, duket e qartë çështja se qeveria turke, presidenti Erdogan, e kishte shqyrtuar me kujdes punën para se të nisë operacionin i cili është duke u zhvilluar dhe pasi t'i ketë lexuar të gjitha mundësitë e brendshme dhe presionet eventuale të jashtme, e bie vendimin për arrestimin e Ekrem Imamoglu si rezultat i një rrjeti dhe aktiviteti kriminal, nëpërmes së cilit është mbështetur në mënyrë kriminale organizata terroriste e PKK-s dhe i ka sjell shtetit të Turqisë humbje në miliarda dollar dhe thuajse e kishte paspruar para një pike të vlimit ku pritej të çmontohej rendi kushtetues i Turqisë. Andaj them se nuk është fjala për rivalitete, por është fjala për një nga operacionet më të rëndësishme kundër një aktiviteti më të rrezikshëm që është zhvilluar ndonjëherë në historinë e Turqisë. Mbase më i rrezikshëm edhe se vetë
aktiviteti kriminal i organizatës së FETÖ-s. Deri në videon e ardhshme, mirë mbeqi dhe mirë u pafshim.